ne po hymë në zgjedhje për të fituar besimin qytetar dhe po I vendosim përpara platformën tonë, programin tonë qeverisës dhe normalisht mendojmë dhe besojmë që ky program është më I duhuri për vendin dhe I vetmi që është real për të realizuar. Ne do me thënë punojmë që të kemi institucione të shëndrueshme, që të ruajmë partneritetin tonë me miqtanë ndërkombëtar, që të ruajmë bashkëpunimin me kolegë, që të krijojmë një unitet brenda vendit tonë, edhe normalisht që programin tonë ta implementojmë nesër në një qeveri e cila do të duhet të udhëhiqe nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Të gjithë ata që e kanë seriozisht vendin edhe ndërtimin e vendit, kjo është shumë e rëndësishme. Të gjithë ata që janë të gatshëm të bëjnë kompromis politik, të shëndosh dhe që janë të gatshëm të bashkëpunojnë, të bashkojnë forcat për të mirën e vendit. Të gjithë ata të cilët faktorin ndërkombëtar, sidomos miqtan ndërkombëtar, nuk I shohin si alat edhe I ruajnë miqësitë. Dhe të gjithë ata të cilët duan një shtet pa arrogancë, por një shtet I cili do të bëhet funksional edhe do të punohet në shërbim të mirëqenies dhe cilësisë jetës qytetarëve. Ndoshta kjo është më shumë pyetje për vetë partnerit tonë në koalicion në lëvizjen vetëvendosje, pse ata vendosën që të mos bashkëpunojnë me liderën tonë, e cila ka themelu lëvizjen partinë listën Guxo, sepse ata është shumë logjike dhe legjitime kur prishet një marrëveshje në mes të një lideri, dy liderëve politik që kanë kriju një marrëveshje ose një bashkëpunim, atëherë ka shumë logjik që gjithë antarët... Është një lideri e re në Guxo, zonja? Gjithë ata, është shumë logjik. Zonja Osmani ka dhënë ndërmjet që Guxo prej vitit vetëm t'ju them këtë. Është shumë normale që të gjithë ata që kanë besuar në vizionin e asaj lidere që do t'jenë në krah me të. Unë kam qenë gjithmonë prej momentit që unë kam votu Vjosa Osmanin, siç e dini, unë kam qenë, siç thonë nga ana ime, e leqitur nga partia. Ju të gjithë e dini, unë kam funksionuar pavarur. Për 4 vite unë kam qenë vetë në Kuvend Republikës Kosovës. Prap jam e lumtur me gjithë punën që kam bërë. Jam shumë krenare me gjithë punën time që e kam bërë gjatë gjithë kësaj karriere politike, për kontributin që e kam dhënë për vendin, edhe për guximin që kam pas për t'i vënë vendit atë që kam mundur ta jap edhe si deputete dhe si ministre. Unë mendoj që kur s'ke çka të flasë të merresh me këto gjëra, sepse nëse shikojmë dikun 70-80% e gjithë deputetëve, liderëve politik kanë lëvizur nëpër parti. Duke u nisur prej liderëve partive politike, nuk do të dua t'i përmend me emra, por ju I dini. Kanë qenë për shembull në PDK, kanë kaluar në AK, tani janë në lëvizjen vetëvendosje e kështu me radhë. Bile pikërisht këta që po flasin kështu janë ata që më shumë t'i kanë bërë këto lëvizjet politike. Kjo është thjesht një lloj lëmoshe edhe fatkeqësisht para fushatave zgjedhore, sepse është edhe një ofendim ndaj qytetarëve, sepse po jepet një fal ideje që po t'jap një përkraje e ti përkran pastaj mu në para 6 muajsh stabiliteti institucional, mos shkuarja në zgjedhje, gjetja e zgjidhjeve dhe kompromisi politik, bashkëpunimi me oponent politik në atë rast me opozitën, do të kishte me qenë shumë falenderuese për qytetarin se sa kjo shkuarja në zgjedhje, fushata para fushatës kjo ndihmë. Për qytetarët gjithmonë është e mirëseardhur përkraja e shtetit, mirë po është momenti I fundit që ne duhet mendojmë për një strategji të qëndrueshme afatgjatë të zhvillimit të Kosovës. Rritjen e numrit të punësimeve, sidomos për gratë dhe për të rinj, pastaj zhvillimin ekonomik, strategji të qëndrueshme dhe afatgjate në energjetik, mbrojtjen, siguri e kështu me radhë, shëndetësi e arsimit.